në çdo qark, në çdo rreth, në çdo rajon dhe zonë zgjedhore, për të vërtetuar edhe një herë bashkimin dhe dëshirën tonë të pashtershme për të ecur më shpejt përpara. Ne u takuam me gra dhe vajza punëtore, intelektuale, arsimtare, mjeke, gra të fshatit dhe shtëpiake, të cilat shprehën shqetësimet dhe mendimet e tyre. Dhe në të gjitha këto takime, vura re diçka shumë të rëndësishme, dëshirën që ju nëna, që ju vajza kishit për të shprehur dhe për të thonë dhe për të ndarë me ne eksperjencat tuaja. Ndaj sfida ime më e madhe sot dhe i gjithë lëvizjes së gruas për integrim, do t'jetë që të dëgjohet zëri e të gjitha grave dhe vajzave shqiptare. Sepse jeni ju të nderuara zonja që shndrisni syt e çdo fëmije të sapo lindur. Jeni ju shtylla kryesore e çdo familje shqiptare. Jeni ju forca më e madhe e kësaj bote. Jeni ju para së cilës duhet përulet e gjithë politika shqiptare. Në kuadër të forcës tuaj të jashtëzakonshme, së bashku do të bëjmë realitet një nga programet më të spikatura dhe gjithëpërfshirëse. Për ju nëna, do të luftojmë së bashku për reforma në shëndetësi. Sigurimet shëndetësore do të jenë pjesë e hapit tonë të parë. Ndaj është nevojshme që të gjitha së bashku, të fokusuara dhe të qarta, të ngrem telefonat, të shkruajmë të gjitha grave dhe vajzave, duke e kthyer këtë çështje në prioritetin tonë më të madh, duke synuar që çdo familje shqiptare të eci më shpejt përpara, me shpresën se nuk kanë më pse të shqetësohen për sigurimin e jetës së tyre, nuk kanë më pse të shqetësohen për sigurimin e familjeve të tyre. Ne do të luftojmë së bashku për të gjitha ato gra dhe vajza, të cilat vuajnë nga kanceri i gjirit ose diagnoza të tjera që prekin gjinin femrore, për t'i ofruar atyre diagnostikim falas, mamografi dhe pap test falas, me aparatura të standardeve të larta, si dhe ndjekje të mëtejshme në rast të konstatimesh me mjekimet përkatëse. Sipas të dhënave të fundit të shëndetit publik, çdo vit në vendin tonë konstatohen rreth 400 raste të reja të grave të prekura nga kjo sëmundje. Ndaj unë ju ftoj sot të gjithave juve këtu dhe të gjithave mikeshave tuaja t'i drejtohen spitaleve tona për të marrë shërbimin më cilësor drejt kujdesit të shëndetit tuaj. Por ju vajza dhe gra në kërkim të punësimit, të gjitha së bashku do të adresojmë nevojat më të rëndësishme tuajat për mbrojtje sociale. Do të luftojmë për pabarazin e gjinore në punësim, si dhe eliminimin e diferencës në të ardhura. Ne do të mbështesim punësimin e të gjitha vajzave të reja, duke eliminuar kufizimet që ju vendosin ju në një pozicion disfavorizues, si që janë mundësia e shtatzanis, leja e lindjes dhe rikthimi në pozicionet e punës, duke ngritur zërin lart dhe pse jo, duke kërkuar edhe një leje pune, edhe një leje lindje për burrat, të cilët duhet i vinë në ndihmë dhe të krijojnë hapësira alternativa partnerëve të tyre. Statistikat e Instat tregojnë se përqindja më e lartë e njerëzve të afër për punë në Shqipëri janë gratë. Ne do të kërkojmë që dhe bizneset private të detyrohen të kenë përqindjen e punonjësve gra në vendet vakante. Për figurën e mrekullueshme të gruas, ne do të luftojmë të ngrem sa më lart vlerat tona, duke mbajtur fort njëra tjetrën, duke lobuar për njëra tjetrën dhe duke zgjeruar rrethin ton shoqëror me sa më shumë mikesha, që do të na ndihmojnë ne të bëhemi një zë i fuqishëm në shoqërinë dhe politikën shqiptare. Ne do të promovojmë dhe do të mbështesim përfaqësueset më të denja, gratë më të forta dhe të vendosura, për t'i treguar të gjithëve se zëri ynë është fuqia jonë drejt rrjetit më të madh dhe më të fuqishëm të gruas, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë rajonin. Sot shoh këtu se lëvizja socialiste për integrim është si një shtëpi e madhe. Është ajo që ka bashkuar zemrat e shumë grave, e shumë vajzave të reja. Ndaj ne kemi shumë punë për të bërë, shumë dyer për të trokitur, shumë kate e kësaj shtëpie për të ngritur, sepse do të kenë dëshirë të